Këshilli Rregullores dhe Mandateve vendosi unanimisht i propozoi Parlamentit heqjen e imunitetit të deputetit të Partisë Socialiste Armando Prenga. Ishte prokuroria e përgjithshme që nëpërmjet një kërkese zyrtare i ka kërkuar Kuvendit autorizimin për arrestimin e deputetit Prenga, që sipas organit të akuzës ka konsumuar veprat penale të armbajtjes pa lej, plagosit së rëndë dhe kanosje. Deputeti Prenga ka mbërritur për në mbledhje të Këshillit të Mandateve në orën 19:15 minuta, i shoqëruar nga efektiv të repartit Shqiponja. Avokati deputetit hodhi poshtë akuzat, duke thënë se klienti i tij nuk ka qelluar mbi persona dhe se provat e prokurorisë nuk janë të bazuara. Ndërsa vetë deputeti Prenga tha se do të jetë i durueshëm derisa drejtësia të flasë, duke i quajtur ngjarjen një skenar politik. Gjitha këto janë një dhorbull për mua dhe familjen time, por besoj që drejtësia do flasë dhe do të nxjerrë të vërtetën. Unë do jemi durueshëm, do pres çdo vendim të drejtësisë, por nuk kam asnjë gjë për shtuar, po ju them se ky është thjesht një sajim dhe një trillim nga komisionerët e PD-s, të cilët e kishin lagunën për 10 vjet dhe shkoni e pyesni atje çfarë opinioni kanë publik. A i ka ndodhur vetëm Armando Prengës kjo ngjarje apo ju ka ndodhur dhe tjerëve? A kanë rrafë vetëm Armando Prengën cal, apo kanë rrafë dhe qytetarët tjerë? A kanë dalë për të vrarë Armando Prengën cal, apo kanë dalë për të vrarë të tjerë? Pas mbledhjes, deputeti i Partisë Demokratike Gen Strazimiri tha se kjo ngjarje është ajo që opozita ka lajmëruar më herët, shteti i lidhur me krimin. U vendos të hapi rruga prokurorisë për hetimin e mëtejshëm dhe hiqjet e imuniteti i deputetit Prenga. Unë do doja të theksoja që kemi 2 vjet që themi që ky vend drejtohet nga një bandë kriminale. Është një gjë që e ka kaluar konfliktin politik, e ka kaluar për masat e tifozllëkut politik midis forcave të majta apo forcave të djathta. Po na mbyt krimi. Nuk ka nevojë të gjejmë modele të tjera. Aksioni i opozitës shqiptarët e kanë bërë një mrekullim. Në vitin 90, në qoftë se kauza do të kishte qenë vetëm atyre 5.000 pushkatuarve pa gjyq, apo e 75.000 burgosurve në mënyrë të padrejtë nga regjimi komunist, sigurisht akoma sot do të kishim Ramiz Alin të gjallë në pushtet. Ajo bë kauza të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nëse kishin apo s'kishin tesër, prandaj dhe ai regjim u shend. Kjo është thirrja që kam sot, të gjithë bashkë duhet të kuptojmë që nuk mund të kemi frikë nga shteti i kriminalëve. Shteti i kriminalëve është vetëm për të rrëzuar. Ju falenderoj. Deputeti i Partisë Socialiste u përfshi në një konflikt për arsye pronësie të premtë në mesnat. Në këtë konflikt mbetën 7 plagosur, ndërsa heqja e mandatit të deputetit pritet i hap rrugë hetimit të plotë të kësaj ngjarje.